Nga ana tjetër, sigurisht ditët e fundit, që nga mesi muajit mars, ne kemi parë një rritje të çmimeve të frutave dhe të perimeve, të cilat kanë ndikuar në shportën e përgjithshme të çmimeve. Vërteta është që në fakt inflacioni në muajin mars shënoi 2.6% me rritje të lehtë, megjithatë kjo kategori, sidomos e perimeve, ka pasur një rritje. Ne që prej fillimit të krizës kemi monitoruar me bazë ditore çmimet në njësi tregtare, qoftë të fruta perimeve, të cilët kanë reflektuar rritje, por edhe të gjithë produkteve të shportës, janë 80 produkte të shportës të cilët monitorohen me bazë ditore në pika shitje në Tiranë, po edhe në qarqe të tjera, dhe në fakt reflektimi rritja ka ndodhur vetëm në këtë kategorinë e perimeve, ndërsa të gjithë kategoritë e tjera të ushqimeve nuk kanë pasur një rritje gjatë kësaj periudhe si reflektimi të çmimeve. Ne kemi filluar monitorimin duke qenë se nga eksperienca e luftës së fundit, luftës së Ukrainës, ne pam në gjithë botën u materializua një rritje e inflacionit, kryesisht e inflacionit të ushqimeve, pasi sigurisht që pjesë përbërëse e kostos së prodhimit janë karburantet, është energji elektrike, të cilat çojnë në rritje edhe të prodhimit të produkteve të bazë të shportës. Dua të garantoj publikun që ky është një shqetësim i cili monitorohet në mënyrë të vazhdueshme qoftë nga Ministria e Ekonomisë, Ministria e Financave, Ministria e Energjetikës, pra çështja e çmimeve, dhe diskutohet në çdo mbledhje të Këshillit të Ministrave, pasi ne padyshim do të kujdesemi që të subvencionojmë të gjitha ato shtresa në nevojë, pensionistët apo shtresat në nevojë të cilët janë me të ardhurat të ulta dhe nuk mund të përballojnë një rritje të çmimeve, njësoj siç kemi bërë dhe në të kaluarën.